Ngjarja e sotme ku humbi jetën tragjikisht 17 vjeçari në bulevardin e Vlorës është një këmbane alarmi për qytetin, për faktin se në Vlorë mungojnë mjekoligjorët, më saktësisht në qarkun e Vlorës, për të përgjigjur disa qyteteve të këtij qarku janë vetëm 2 mjekoligjorë, ndërsa në raste të tilla familjarët janë të detyruar të presin për orë të tëra në dyert e morgut derisa mjekoligjori të mbërridhen pas të tërheqin edhe trupin për në banesë. Siç po ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time është morgu kryesor i qytetit të Vlorës dhe fill pas ngjarjes vetëm pak orë më vonë dera e tij është e mbyllur. Mjekoligjori është larguar sërish deri në mbritjen e tij, ndoshta nga qytete të ndryshme ku ai sigurisht do të kryejë edhe shërbimin. Ndërkohë, mbas aksidentit të rënd të ndodhur, trupi pa jetë i 17 vjeçarit është dërguar në morgun e qytetit. Por, për shkak të vonesave në këtë morg, të mjekut ligjor, si edhe mbërritjes aty të prokurorit të çështjes, i cili jeton këtë ngjarje kriminale, familjarët për orë të tëra duke e kthyer këtë të martë, kanë pritur në dyert e morgut. Gjyshi të miturit që humbi tragjikisht jetën ka patur më pas edhe një apel për media ku kërkonte që të mundeshin sa më shpejt të tërhiqnin trupin. Ai kërkon dënim të ashpër për personin që vrau djalin e tyre me automjet, teksa dënon edhe mënyrën se si është menaxhuar kjo ngjarje nga organet ligjzbatuese. Unë jam gjyshi i djalit. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi i djalit Çupës. Dhe ka ardhur në morgun e spitalit Vlorës. Kemi rreth 8 orë këtu, që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor na ndihmoj të bëj veprimet e saj. Neve jemi shumë të shqetësuar se shteti po na kthen krap, jo po na ndihmon. Nuk e dim sa shteti është ky shteti jon, që nuk punon për popullin. Rrit 30 policë këtu dhe nuk merr asnjëri masa për të prur mjekun ligjor dhe prokurori këtë vit të bëj veprimet. Të marrëm kufomë. Si do la ka ndodhur? Një makinë ai ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Bulevardi kryesor nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. S'më ka lejuar ta shikoj me sy. Çfarës djali im s'është kriminal, lipi s'është kriminal. Ai është një vite nga puna, allergji për të ushqyer bukën e gojës, vinte nga puna natën, punonte kamarier, vinte nga puna dhe vjen puna tjetri e vret, ai ha e pi në klub nashi dhe unë po rri këtu pres të marr djalin. Autori është burg, po çdo do ha e pi se më thanë ka ha e pi atje. Dhe policët vinë mbrojnë mua këtu. Asnjë ndihmë s'më jep shteti. Si do veprohet nuk e di. I lutem medias, tuaj faleminderit që vini na respektoni, shumë faleminderit. Bëni një veprim, jepeni media ta ndihmoj shtetit të bëjmë këtë veprim. Ta marrëm djalin sepse po na lën këtu 8 orë. Mjeku ligjor vlen të theksohet se nuk është punonjës i Spitalit Rajonal të Vlorës, në të cilin ndodhet edhe morgu i qytetit. Ai është vendosur në dispozicion për këtë spital nga mjekësia ligjore, e cila është institucion më vete i pavarur nga strukturat spitalore. Për Vlorën dhe Sarandën janë vetëm 2 mjek ligjor, të cilët thirren sa herë është e nevojshme për t'i kryer një personi që sapo ka ndëruar jetë ekspertiza mjekoligjore. Madje këta mjek ligjor i përgjigjen edhe rasteve në qytetin e Fierit. Në shumë raste, si rrjedhoje të paturit vetëm 2 mjek ligjor për 3 qytete, të cilët në brendësi të tyre përfshin edhe disa njësi administrative apo bashki të tjera, vonesat për kryen e ekspertizës shkojnë në disa orë, ose në rastin më të keq, edhe më tepër se 24 orë. Familjarët në mungesë të ekspertizës ligjore në rastet kur ajo është e detyrueshme ligjërisht, nuk mund të tërheqin dot trupin e personit të pajetë, duke mos zhvilluar dot ceremoninë mortore. Duke mos i lënë të qetë këta të fundit edhe në situata mortore kur dhimbja është e madhe. Familjarët ka patur raste që kanë pritur me orë të tëra, por edhe më tepër se 24 orë deri në mbërritjen e mjeku ligjor për kryen e ekspertizës. Të presësh disa orë në dyert e morgut me shpresën se dikush do të vijë për të kryer ekspertizën ligjore. Situata më flagrante kur ndodhin ngjarje të ndryshme që kategorizohen si vepra kriminale në qytet me pasoja humbjen e jetës, aksidente në punë të tjerë. Ekspertiza mjekoligjore në këto situata është tepër e nevojshme të kryhet sa më shpejt. Vonesat në kryen e ekspertizës mjekoligjore
ndikojnë në tjetërsimin e provave, të cilat mund të jenë kyçe në zbardhjen e ngjarjeve të ndryshme. Ndodh që në shumë raste për personat që kanë humbur jetën, duhet ekspertiza ligjore njëkohësisht edhe në Fier dhe Sarand dhe gjithashtu në Vlorë. Në këto situata mbetet e pamundur që vetëm 2 mjek ligjor të mbulojnë 3 qytete. Familjarët e tyre janë të detyruar të presin derisa mjeku ligjor të përfundojë ekspertizën në qytetin ku ai ndodhet dhe më pas të kryejë udhëtim drejt Vlorës për të përfunduar ekspertizën mjekoligjore edhe në këtë qytet. Një situatë kjo, e cila ndër vite nuk po merr asnjë zgjidhje, pavarësisht se është tepër e nevojshme.